kërkon që reformat jetë me konsensus dhe të adresoj të gjitha problemet e cituara më sipër për të mos u ndalë më shumë. Ndalet gjërësisht e disa paragrafe në keq funksionimin e parlamentit. Natyrisht, duke konstatuar problematikat e mëdha, kërkon pjesëmarrjen kuptim plot të opozitës dhe jo përjashtimin e saj siç ndodh tani. Parlamenti duhet të jetë qendra e debatit për integrimin evropian, gjërësot s'ka zhvilluar një debat. Edhe një herë, Edi Rama e ka konceptuar procesin si një proces të mbyllur, në një kohë kur procesi i integrimit të vendit në Bashkimin Evropian do të jetë procesi më i hapur, më transparent. Për herë të parë, u paraqit dje në Komisionin e Jashtëm ministri për të mashtruar shqiptarët për Ibarin. U paraqit në një kohë kur ai ose do të çonte komunikat, siç bën homologu i tij në Serbi dhe në Maqedoni dhe në Maltëzi, pas çdo jave që mblidheshin në Bruksel. Se mbledhjet e Ibarit në Bruksel është përfaqësues i qeverisë shqiptare, që ta dini ju. Këto i marrin të fshehta. Ata i publikojnë të tjerë çdo javë. U mblodhen, kërkuan këtë, thanë këtë, sugjeruan këtë, nuk s'ka. Dhe ky u rikujtue pas në 2 mars u votua Malizi, pra pas mbi 2 muajve të shkojnë në komision për të mashtruar. Nuk është votuar, tha Ibar. Sigurisht që nuk është votuar Ibar. Dhe nuk është votuar me qëllim se s'kanë pranuar të votojnë Ibarin. Kjo është e vërteta. Shkojnë me një gjuhë të korruptuar, të turpshme. Gjuhë e korruptuar. Çfarë ka ndodhur që ta di ju? U paraqitet 2 raportet, në një kohë kur Shqipëria quhej avangardë, numër 1, apo së shu. Jo, thanë shtetet anëtare. Ky raport është i papërshtatshëm. Kjo është e vërteta. Dhe e vërteta është që në fillim ishin 3-4 shtete. Më vonë u bën 13 shtete. Pse? Se erdhën duke shtuar. Po të votoj, kalonte. Por Ibar, një raport i ndërmjem, edhe njëre them, është raport i ndërmjem për themelorët. Nuk kaloj. Dhe mund të them se nga 2 marsi, gjerë sot, dhe me 8 do rishqyrtohet për sëri, për këta i fshehin gjërat, ka ndodhur ndryshime të mëdha. Hartues e raportit kanë përmbysur raportin, janë detyruar të paraqesin raport të ri, po këto i fsheh ministri. Se ka për mision korruptimin e fjalës mashtrimit e qytetarëve. Po, presidenca ndryshoi raportin dhe paraqiti në raport e ri tërësinë e problematikave të shtruara nga vendet që nuk pranonin raportin e parë. Dhe me raportin e dytë, që e fsheh qeveria, u shtuan për Shqipërinë një seri kërkesash. Kjo është e vërteta. Dhe ajo që është më e papranueshme është se del në komision dhe nuk shpjegon këto.
ishte për të mbledhur konferenca ndërqeveritare në Luksemburg me datën 18 prill. Nuk u mblodh. Nuk u mblodh, sepse edhe raporte e ndryshuar përsëri vende anëtare kërkuan kohën për të bërë sugjerimet e tyre. I kanë dëgjuar qytetarë shqiptarë këto jo. Kanë bërë mediat jo se gazetarët nuk duan investigimin, po patronët e tyre të pamëshirë në shërbim të qeverisë. Nuk i lejoj. Nuk i lejoj. Ndaj dhe për procesin më të rëndësishëm të vendit, që ka mbështetjen më të madhe nga shqiptarët, mbahet për turpin e qeverisë dhe të lobistëve të saj, qëndrimi me i mbyllur, me jo transparent. Përveç kësaj, me që jam këtu, Ministri i Jashtëm do t'jap dorëheqjen. Arrogant dhe i pacip. S'kërkoj të falur për fjalën e tij, dhe ky është rast unik. Është një lloj, imagjinoni ky çfarë mund të bëjë ky njeri po të ketë më shumë në dorë. Po nëse ti bëre një fyrje në grupin e WhatsAppit ku janë të gjithë ambasadorët, ti kërkon ndjesë qytetarëve të Maqedonisë publikisht, dhe çdo shqiptar, ke fyrë çdo shqiptar me atë fjalë. Dhe rrje bërë sofizma. Nuk gjen moral, nuk ka moral të kërkoj ndjesë. Dhe e bëri këtë për të mbrojtur kreun e organizatës kriminale, padronin e tij Edi Rama. Përsëri, opozita qëndron fort. Jep shumë mundësive për reforma. Tani këtu janë 32, janë 29 faqe. Unë do i kërkoj zyrë shtypit ta përkthej, le që përkthen komisioni ka mundësi, dhe t'ja u përcjell edhe anglisht edhe shqip. Natyrisht, balluku është e pranishme. Jo me emër, se emri është tjetër problem, s'ka, por kërkohet në mënyrën më të prerë pavarësia e gjyqësorit. Heqja dorë ndaj çdo presioni nga gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit.